momentin e dënimit në shtetin grek, ka mohuar edhe ndjekën penale, pasi siç e dim ka një kuadrat më vete kur thuhet nëse ka qenë ndonjëherë në procedim penal brenda apo jashtë vendit, ka mohuar apo falsifikuar në deklarim, thot ligji, edhe kuadratin që lidhet me dobimet, pasi siç jeni bërë me dije dhe ju mediat, dhe sot gjej rastin edhe për numrin e mediave të interesuarat, ju falenderoj për dhënë një lajm kaq sensitiv, për dhënë dhe një lajm që ka interes kaq të madh për publikun. Ndërkohë, kemi dhe një problem shumë të rënd, sepse vendimi autentik i konfirmuar nga autoritetet greke, përveç se në SPAK është vënë dispozicion nga ana jonë në shtator të 2025-s, po në korrik të 2025-s, këtë dokument autentik të dënimit të Irenës me disa mbiemra, e ka administruar edhe Prokuroria Përgjithshme, edhe Ministria e Drejtësisë, edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, dhe ndjehemi shumë të keqardhur që edhe sot e kësaj dite, jo vetëm nuk ka një veprim konkret lidhur me veprimet të kundralishme të kësaj gjyqtareje, po minimalisht nga këto institucione nuk është vendosur qoftë dhe një pezullim nga ushtrimi i detyrës, sepse jemi në ndjeni të faktit që kjo gjyqtare delikuente, kjo kriminele e qartë ndaj ligjit dhe së drejtës, vazhdon jep vendime kundra opozitës, kundra krebrët të saj.